Si the për Erion Veliajn? Si the? Po, Erioni... Si thonë të Erioni për ty? Histori, suksesi. Goni, na erdi Goni, na ka hapur, ka ardhur këtu për të na sjell modelin, nuk po shpik. Po i referohem lajme publike të një vizite që ministri për mirëqenien sociale ka bërë në biznesin e një sipërmarrësi që kishte ardhur edhe po investonte edhe ministria po e mbështeste. Shiko, burria nuk është kusht që vetëm të veshësh pantallona. Se mund edhe të veshësh pantallona, po prap ti për fatin e keq. Ashtu siç ke hyrë në këtë sallë në 2017, ta kam thënë shpesh. Se ma kanë thënë ata që të sollën si erdhe. Nuk bëhesh dot politikan o agron duke paguar para për të hyrë deputet dhe duke bërë boost postimet Facebook. Kash, ngulite këtu. Ngele duke paguar lekët ditë për ditë aty. Je politikani që paguan më shumë lek për të bërë shere dhe booste faqen tënde. Shko, a lek gjaku, a manër ti, se ti s'ke faj se ti lek gjaku i ke, se je i vetmi porta borsa që paguash me lek me buxhet shteti. Tani, kalojmë në gjëra, kam drejtë Jozefin këtu. Mos unë zeftë të ditësh, se e kisha për Lulin. Kjo pjesa replikës, zonja drejtuese sa në 2 minutë që më takon për replikën me zotrin. Tani kalojmë tek gjërat që na sjell populli të flasim. Si fillim, do kërkoja edhe mbështetjen e secilit për jush këtu. Do kisha dashur shumë të ishte edhe ministrja, po për arsye objektive nuk është. Dhe ja kam thënë që t'jem korrekt me veten, me njerëzit që më ndjekin. Bët fjalë për rastin e një vajze 22 vjeçare nga Librazhdi, e cila po lufton me një smundje të vështirë autoimune, ciroz autoimune, e cila është e pashërueshme në Shqipëri. Duhet i pranojmë, nuk i kemi të gjitha kapacitetet që ta bëjmë një gjë të tillë, dhe e di fare mirë që në këto raste nuk mjafton thjesht vetëm mbështetja e shtetit, sepse do ta bëjnë gjë të tillë me statusin që ka deputetit, ja kërkoj qeverisë që të mundohemi të kontribojmë edhe t'ju bëj një thirrje të gjithëve që nëse keni mundësi ta japim gjithë një dorë mbështetje, siç ndodh shpesh te populli shqiptar, ta mbaroj o Tritan, të lutem, po një herë të vetëm, po pa dakord më thanë që nuk bëhet kjo Tritan, po të lutem, dakord, nuk bëhet, ndoshta e ke pas bërë ti kur ke qenë ashtu, po nuk bëhet. Dakord, po nuk bëhet fjalë për këto Tritantësh. Megjithatë, është diçka që është e vështirë, më thonë që nuk bëhet këtu dhe solidariteti në këto raste vlen për gjithë. Vlen për atë vajzë të shkëlqyer që ka nevojë për mbështetje dhe na vlen gjithëve. Tjetra që ka të bëjë me ligjin për cilin dy ligjet për cilat jemi mbledhur. Nuk janë thjesht ndërhyrje teknike legislative, por bëhet qartësisht fjalë por një ndërhyrje tjetër në vazhdën e disa ndërhyrjeve që kanë të bëjnë me forcimin e kontrollit ndaj drogave, lëndëve psikotrope, por mbi gjitha të zinxhir kriminal që qëndron pas tyre. Këto lëndë, drogat sintetike, përbëjnë sot një prej kërcënimeve më serioze për shëndetin publik, për sigurinë kombëtare, por dhe për të ardhmen e gjithë shoqërisë sonë. 4 vite më parë, vitin 2022, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i qytetarëve amerikanë që kanë humbur jetën
nga përdorimi i fentanilit shkonte deri në 100.000. Në 5 vite, nga 2020 në 2025 janë 465.000 qytetarë amerikanë të humbur jetën nga fentanili. Më shumë amerikanë humbin jetën nga fentanili se sa amerikanët e vrarë gjatë luftës dytë botërore. Dhe këtu citova sekretarin amerikan të shtetit me shifrat që Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike dhe ky është dhe shkaku dhe arsyeja që presidenti i Shtetit e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka shpallur luftë karteleve, i ka shpallur luftë edhe të gjitha atyre vendeve të cilët me vëmendje apo pa vëmendjen e tyre furnizojnë prodhuesit e këtyre drogave, me lëndën e parë, me lëndët psikotrope, që të na kuptojnë dhe qytetarët për çfarë janë mbledhur përfaqësuesit e popullit sot për diskutuar. Jemi mbledhur për diskutuar për një prej çështjeve që është sot shqetësim global. Se si drogat sintetike janë vrasësit më të mëdhenj të jetës së të rinjve dhe të qytetarëve mbar globin. Shqipëria është prej vitit 2024 antare e koalicionit global kundër drogave sintetike. Një antarësim që na vendos në përgjegjësitë e koordinimit të përbashkët